Hakia Bazi është deputeti vetëvendosjes ka shkruar një status në të cilin ka komentuar vendimet e gjykatës kushtetuese për të rrëzuar 12 ligje. Sipas Abazit, kjo bën Albin Kurtin kryeministër në detyrë të Kosovës superkriminal. 12 ligje të anuluara nga gjykata kushtetuese bën Kurtin superkriminal, sipas vetë për kufizimit, dhe vërteton në vdekjen klinike të Kuvendit të Republikës rrjedhimisht demokracisë përfaqësuese. Është në lëngim kanceri me një metastazim të rrezikshëm, shkroi Abazi. Në përvjetorin e 42 të rënies së dy veprimtarëve të shuar politik dhe kombëtar Recep Malaj dhe Nuhi Berisha, kryeministri në detyrë i Kosovës Albin Kurti vizitoi familjen Malaj dhe Berisha në Gjilan. Sipas njoftimit të zyrës së kryeministrit Recep Malaj ishte antar udhëheqës i organizatës së fshehtë Lëvizja për Republikën Shqiptare në Jugosllavi, kurse Nuhi Berisha ishte udhëheqës i shtabit operativ të LRSHI-s. Për Universitetin e Prishtinës, mbrëmjen e 11 janarit 1984, policia jugoslave ndërmori një aksion për kapjen e Recepit dhe Nuhiut, duke i rrethuar në një shtëpi ku ata ishin strehuar në lagje në Vranjec, tash skuadra e trimave në Prishtinë. Recepi dhe Nuhiu rezistuan në armë dhe, pas mesnatë u vranë të dy. Rënia e tyre si angazhim dhe luftë për liri deri në flijim u përjetua si shembull ideal nga shokët aktivistë dhe nga populli shqiptar në Kosovë në pushtuar nga Serbia në Jugosllavi. Lavdi Recep Malaj dhe Nuhi Berishës, thuhet në komunikat, ndërkaq që Recep Malaj dhe Nuhi Berisha kishin vizion të qartë për të ardhmen e Kosovës dhe guximin e duhur për të vepruar kundër regjimit të atëhershëm. Ata vlerësohen si dy nga figurat qendrore të rezistencës dhe përpjekjeve të popullit shqiptar të Kosovës për liri e pavarësi dhe janë çmuar për trimërinë, sakrificën e lartë dhe aftësitë organizative.